Adri Mehmeti është padyshim talenti që Shqipëria duhet të rikthejë. Transfermarkt, një faqe me ndikim dhe e specializuar për vlerësimet e lojtarëve në treg, ka ndryshuar vlerën e Mehmetit. 17 vjeçari tashmë vlerësohet plot 6 milion euro, që është 2 fishi i shifrës së mëparshme. Automatikisht bëhet lojtari i dytë në listën e New York në MLS, po ashtu renditet i 29-ti, ndër lojtarët që aktualisht janë në Amerikë. Rritja e jashtëzakonshme në vetëm një sezon bën që të jetë ndër futbollistët më të vlerësuar të datëlindjes 2009. Më konkretisht, tani mban vendin e 6, pas yjeve që luajnë në klubet e Europës. Douman është i pari, më pas ndjekin Squirrel, Monga, Madio, Monongo dhe Mehmeti. Mesfushori regjistronte paraqitje me Shqipërinë U15, para se SBA ta merrte në gjirin e saj. Nëse do të ishte aktualisht pjesë e kuqezinjve, do të bëhej futbollisti i 5 më i vlerësuar në treg pas Anis Mehmetit, Aslanit, Muçit dhe Dakut. Në merkaton e verës mund të ndryshojë ekip, për shkak të interesit nga Europë. Padyshim që rritja e ndihmon për më tepër vëmendje. Gazetari sportiv Claudio Ndreça ka dhënë lajmin e madh se talenti shqiptar Adri Mehmeti, në një prononcim të fundit në SBA, ka shprehur dëshirën për t'ju bashkuar kombëtares. Mesfushori 17 vjeçar konsiderohet talent botëror, ndërsa kërkohet nga Bayern Munich, PSG, Arsenal e shumë ekipe të tjera elitare në Evropë e më gjerë. Pjesë e skuadrës së New York Red Bull në SBA, para disa muajsh, Mehmeti i shënoi gol Inter Miami, para syve të Lionel Messit e Luis Suarez. Është nder të luaj për vendin që më rriti, por është krenari të luaj për vendin e gjakut tim dhe të origjinës sime. Kjo duket se është përgjigja që ka kthyer talentin Adri Mehmeti, i cili është më afër se kurrë për t'u bashkuar me kombëtaren ton. Një lajm i madh, një lajm fantastik për Shqipërinë, teksa një prej talenteve më të mirë në SBA, ose ndoshta talenti më i mirë në SBA, është gati t'i bashkohet kombëtares shqiptare, u shpreh gazetari Ndreça. Një talent i madh shqiptar ka fituar vëmendjen e të gjithëve këta muajt e fundit, ku vetëm si 16 vjeçar debutoi në kampionatin amerikan MLS në fanellën e New York Red Bull. Bëhet fjalë për mesfushorin Adri Mehmeti, i cili u bë edhe më viral kur gjeti rrjetën ndaj Inter Miamit, skuadër tek e cila në formacionin bazë ishte më i miri i të gjitha kohërave, Lionel Messi, pranë legjendës së Barcelonës Luis Suarez. Mehmeti, tashmë 17 vjeçar, në një intervistë ekskluzive për Telegrafin, ka rrëfyer për herë të parë emocionet e debutimit. Ai thotë se gjithnjë ka pasur ta ndihmojë klubin e fëmijërisë, pra ku ka luajtur që prej akademisë. Debutimi ishte diçka që e ka mondoruar që fëmijë, që kur isha në akademinë e New York Red Bull, dhe ëndra mu bë realitet fal Zotit dhe punës që bora çdo ditë në fushë. Vërtet ka qenë një emocion i madh, por e kam pritur këtë moment. Ishte arritje e madhe për mua dhe familjen time. Fillimisht, Mehmeti dhuroi 2 asistime në kampionatin amerikan, por golin e realizoi në përballjen më të mirë, pra ndaj Inter Miamit, aty ku ishte edhe Messi pranishëm. Golin nuk e prisja, por edhe ndeshja me Inter Miamin ishte e njëjtë si në secilën ndeshje për Red Bull, pra jap maksimumin për ta ndihmuar ekipin, ndërsa të shënoj gol është edhe më mirë. Jap të gjitha për ekipin që jam rritur. I pyetur për Lionel Messin, Mehmeti deklaroi se një ëndër ju bë realitet, megjithatë e pranoi se nuk arriti të bisedonte i vetëm me argjentinasin. Të luash kundër Lionel Messit është diçka e veçantë, ëndër e secilit futbollist. Adri Mehmeti konsiderohet si një nga talentet më premtues të datëlindjes 2009. Mesfushori po shkëlqen me New York në MLS. Për këtë, disa klube nga Europa kanë dërguar skautët e tyre. Real Madrid, Bayern Munich dhe Leipzig janë të interesuar për 17 vjeçarin. Leipzig gëzon i pari të drejtën e blerjes së Mehmetit. Gjatë kësaj kohe, në monitorim të situatës shfaqen edhe Dortmund, PSG dhe Arsenal. Mehmeti është titullar i padiskutueshëm me New York. Interesant është fakti se rreth 2 vite më parë, SBA e bindi për të lënë Shqipërinë e moshave. Mesfushori i talentuar gëzon të drejtën për të veshur sërish fanellën kuqezi. Vera pritet të sjellë zhvillime të reja për të. Adoleshenti shqiptar Adri Mehmeti vazhdon të lërë gjurmën e tij në MLS dhe në natën e të shtunës, futbollisti 17 vjeçar ka dhënë provën e radhës në ndeshjen që New York Red Bulls kanë luajtur në fushën e Inter Miamit.
Mehmeti, si zakonisht titular, zhvilloi një ndeshje të mirë në mesfush, por u bë protagonisti mirëfillt i kësaj sfide në minutën e 77 të saj, kur pas një goditje dënimi, u tregua jaftë që të çonte topin në rrjet, për të barazuar shifrat në 2-2. Ky ishte goli i parë në MLS për djaloshin shqiptar, i cili ka lënë përfaqësueset e moshave kuqezi dhe për momentin përfaqëson SBA-n. Një gol i cili la të shtangur edhe Lionel Messin, pasi për të dytën ndeshje radhazi, Inter Miami nuk ja doli që t'i gëzojë fitores së parë në stadiumin e ri, pasi disa ditë më parë, atë kënaqësi ja hoqi edhe Austini i Myrto Uzunit.